Në një kohë që procesi për ngjarjet e 21 janarit është drejt fundit, prokuroria i kërkon gjykatës të riekspertojë vrasjen e Ziverveizit, për të cilën akuzohet ish-gardisti Agim Llupa. Kërkesa u bë në seancën e radhës nga prokurori Blerim Tominaj, i cili e cilësoi të pabesueshme dhe jo profesionale konkluzionet e ekspertit Ndoc Çardaku, sipas të cilit vrasja mund të ketë ardhur nga një prum rikoshet, dhe kjo pasi në teshat e viktimës janë gjetur 2 copëza të drunjta. Në mënyrë abuzive, eksperti në fjalë përsaktoi se copat janë marrë nga predha, transportuar me të tamam si në prallat e 1000 netëve dhe me një shpejtësi më të madhe se ajo e zërit, pasi ka rezistuar temperaturave mbi 1000 gradë Celsius, ka depërtuar xhupin, trikun dhe për të mbetur përfundimisht në fibrat e këmishës dhe për të zbuluar pikërisht aty me mikroskop nga eksperti në fjalë. Kërkojmë trupit gjykues që të kryejë një riekspertim tjetër në lidhje me sa është deklaruar në seancë nga eksperti përkatës. Prokurori u shpreh se për shkak të dyshimeve prokuroria nuk e ka vlerësuar që në fillim ekspertizën e tij, dhe kjo ka qenë arsyeja që nuk e kanë përfshirë as në dosjen dërguar në gjykatë. Askush zotëri trupit gjykues nuk e di se ku janë marrë ato copra. Askush përveç ekspertit nuk e di se si dhe ku i ka gjetur, dhe si të tilla ato mbeten anonim, përsa kohë që procesi pretenduar se është kryer nga ai, pra gjetja, nuk është pasqyruar në tabelën që është lidhur pasdijshmërisht me veprimin e kryer. Por kërkesa e prokurorit është kundërshtuar nga mbrojtësit e 3 të pandehurve. Ata pretenduan se eksperti Çardaku ka njohuritë e nevojshme dhe se ekspertiza e tij është mjaft e qartë. Pasi u troq për vendim, trupi gjykues vendosi të pranojë kërkesën e akuzës, duke kërkuar nga palët të paraqesin në seancën e radhës nga 2 emra ekspertësh, nga të cilët gjykata do të zgjedhë njërin për të kryer ekspertimin.